Ju gjithsesi do keni edhe një event tash këtë javë apo jo? Po, patjetër. Pasi qërim, më 20 mars është dita botërore e shëndetit të gojës, apo shëndetit oral të them. Me 20 mars këtë vit, fatkeqësisht, ose fatmirësisht të them, është edhe Bajram. Dhe kjo është një festë shtetërore në Republikën e Maqedonisë këtë herë. Prandaj ne vendosëm që këto festa t'i kalojmë me familjarët e tanë dhe ta bëjmë pak më herët, siç është data 18 mars, të gjithë jeni të ftuar të vini në Diamond Mall. Prej orës 6 deri në orën 10 do kemi një stand informativ, ku ideja jonë kryesore për këtë stand ka qenë dhe është të informojmë popullatën, të informojmë njerëzit se çfarë është shëndeti oral, sa është i rëndësishëm, si duhet të mbahet apo të mirë mbahet, dhe pse jo edhe aty të krijojmë një network me njerëzit dhe të kalojmë një kohë, një qast të mirë me ta. Edhe aty gjuhën do kemi angleze apo do i përdorim të dy? Do i përdorim të tre gjuhët. Të tre gjuhët, okay. Pasi vetë se shtandi do t'jetë informativ dhe në Shkup neve kemi njerëz të kombeve të ndryshme, vendosëm t'i përdorim të treja gjuhët. Në të njëjtën kohë, ta cik edhe këtë, neve nuk do ta kemi vetëm këtë stand informativ, po gjithsesi do të kemi edhe një ekspozitë të fotografive të ndryshme të shëndetit oral, ku ajo do t'jetë e hapur deri më datën 20 mars. Do filloj